nuk kemi të bëjmë me një bord me afat kohor të përcaktuar, por kemi të bëjmë me një bord paqe që synon të trajtoj konfliktet dhe sigurinë në nivel global. Pra, që është një organizatë e re ndërkombëtare. Kjo shika dhe më keq për opozitën tonë, u thashë që vetëm për gazën. Kjo shika për paqen globale. Paralele me Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Po jo se ndërhyn tek njëra tjetra. Natyrisht që apo ndërhyn pak. Për rastin e gazës, në rastin e Organizatës Kombeve të Bashkuara, paqes globale. Është vlerësim total i Organizatës Kombeve të Bashkuara. Pra ka një sfidë me OKB. Është një përpjekje për ta personalizuar. Sepse Eliza Spiropali tha sot jota, nuk është kështu, nuk është iniciativë e OKB-s. E ndoqja Elizën dhe kam përshtypjen që nuk e di se çfarë flet, po nuk ka rëndësi kjo. Është një përpjekje për të personalizuar sigurinë globale në duart e President Trump. Një përpjekje dhe këtu nuk kemi të bëjmë me Presidentin Trump. Qofse do të lexoni kartën që ka propozuar Presidenti Trump dhe që është dërguar qeverive bashkëlidhur me ftesën, kemi të bëjmë me një institucion të ri ndërkombëtar, me një organizatë e cila është tërësisht personale, sepse nuk kryesohet nga Presidenti Trump vetëm në cilësinë ex officio të Presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe si personi Donald Trump, mbasi të mos jetë më Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shika si Superliga që propozoi Florentino Perez. Pra, është një lloj korporate personale e cila do të merret me politikën ndërkombëtare dhe me sigurinë ndërkombëtare. Pra është dhe kjo shpjegon edhe hezitimin që kanë pasur shumë vende për ta pranuar dhe këtu duhet vijë edhe në rastin e Shqipërisë. Për shembull, kishte një deklaratë nga një zyrtar i lartë i qeverisë franceze, të cilët thonë që në kushtet në të cilat është, në termat në të cilat na ka ardhur karta, ne jemi tërësisht kundër antarësimit në këtë bord. Dhe Shqipëria është një prej 99-100 vendeve të cilave u është dërguar ftesa për qenë pjesë e këtij bordi. Tani, sot i ka shkuar edhe Putin edhe Lukashenkos. Lidershipi shqiptare ka fare të thjeshtë të thotë po. Po ne kemi thënë gjithmonë, edhe në rastin e mujahedinëve, edhe në rastin e armëve kimike, edhe në rastin e refugjatëve. Se këtu shtohet pyetja, a mund të themi jo? A mund të themi jo, dhe dua ta përmbys të gjithë logjikën e debatit dhe diskurit publik. Pra, në momentin që ne do përballemi me një sfidë reale, dhe nëse kjo kartë që është publikuar në media, do jetë karta mbi të cilën do të këmbgulin Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë dhe vendet anëtare, me siguri vendet anëtare të Bashkimit Evropian do jenë kundër, atëherë Shqipëria do të ketë guximin për të thënë jo, apo do të vazhdojë politikën e nënshtrimit dhe të servilizmit dhe do jetë pjesë e një bordi i cili do jetë një pikpyetje sa i përket legitimitetin në nivel ndërkombëtar. Këtu pastaj është ideja që të bërë analiza e riskut. Pra nëse themi jo, çfarë humbasim, çfarë fitojmë, nëse themi po, çfarë humbasim e çfarë fitojmë. E vërteta është që ne jemi anëtar të NATO-s dhe duam të futemi në BE. Pastaj Skënder? Sokol, sa më shumë Europa dhe SBA fillojnë të shkelin këmbët njëra tjetrës, pra të futen në kurs për plasje, aq më e madhe dhe më vështirë bëhet dilema e të tretëve, ku bëjmë pjesë dhe ne, sepse formalisht jemi në NATO, jemi në rrugën drejt BE-s, po s'kemi hyrë ende, pra jemi një vend i cili mund të quhet në të dyja zonat, që qëndron në zgrip për momentin, dhe për shkak të fuqisë ekonomike, të madhësisë si shtet, territorit e tjerë. Pra, pozita e vendeve si Yni bëhet gjithmonë gjithmonë më e vështirë. Tani, Amerikanët kanë krijuar shtetin e dytë shqiptar në Ballkan, dhe ky është një borxh historik që ne e kemi ndaj Amerikës, por shkon, si thua, raporti dhe miqësia